Familjarët e Edit largojnë Dolce nga rrjetet sociale të tij. Pas një periudhe tensionesh dhe paqartësish, lidhja mes Edit dhe Dolces ka marrë fund. Ngjarja ndodhi mbrëm, kur dyshja vendosi t'i jap fund raportit të tyre, pasi prej kohësh kishte një ftohje mes tyre. Sipas asaj që u bë e ditur, ishte vetë Dolce ajo që u shpreh se ishte distancuar emocionalisht nga Edi, për shkak të mungesës së interesimit dhe vëmendjes nga ana e tij. Kjo situatë duket se ka ndikuar drejt për drejt në vendimin për t'i dhënë fund lidhjes. Gjatë ditës së djeshme ishte publikuar profili i Edit në rrjetet sociale, ku vihej re se ai ende ndiqte Dolcen. Megjithatë, pas ndarjes së mbrëmshme, situata ka ndryshuar ndjeshëm. Familjarët e Edit kanë reaguar duke ndërprerë çdo lidhje virtuale me Dolcen. Ata e kanë hequr Dolcen nga lista e ndjekësve, një veprim që është interpretuar si një mbyllje përfundimtare e çdo raporti mes palëve. Ky reagim ka shtuar edhe më shumë bindjen se ndarja mes Edit dhe Dolces është tashmë përfundimtare, jo vetëm mes tyre, por edhe në rrethin familjar. Kujtojmë se një natë më parë Edi mësoi se çfarë kishte thënë Dolce në Grande Fratello. Për ata që e kanë harruar ja çfarë është thënë. Dolce rikthehet me Grande Fratello dhe Edi sot mëson rrëfimin e saj në Big Brother VIP Kosova. Mbrëmja e sotme në Big Brother VIP Kosova premton përplasje emocionesh dhe sqarime që nuk shtyhen më. Ajo që deri dje dukej si një ftohtësi e paqartë e Dolces ndaj Edit, tashmë merr formë zyrtare. Produksioni ka paralajmëruar se Primej do t'i kushtohet anës tjetër që ajo shfaqi gjatë qëndrimit një javor në Grande Fratello. Edi do të vihet përballë pamjeve që pritet të jenë tronditëse për marrëdhënien e tyre. Videot e sjella nga Italia do të ekspozojnë deklarata dhe qëndrime që bien ndesh me pritjen e tij brenda shtëpisë në Kosovë. Gjatë ditëve në Grande Fratello, Dolce u shfaqe prerë në distancimin nga çdo lidhje që mund ta lidhte me Big Brother VIP Kosova. E pyetur për meshkujt në shtëpinë kosovare, ajo u shpreh: "Ka disa që janë të bukur, por nuk janë tipi im. Asnjëri prej tyre nuk është tipi im." Për të vënë gjithçka në kontekst, produksioni do të transmetojë edhe momentin vendimtar. Banor që nuk e njohin Edin e pyesin thjesht: "A ke ndonjë lidhje atje?" Përgjigjja e Dolces ishte një jo e thatë, e përsëritur në mënyrë konsistente përgjatë javës, duke u prezantuar sikletësisht single. Ndërsa Edi priste rikthimin e saj me mall, Dolce binte italiane se në Kosovë nuk e pret askush që i intereson realisht. Ky kontrast është boshti i praimit të sotëm, një shuplak vizuale që mund të ndryshojë gjithçka. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.